Pas deklaratave të forta të Anajt Kalotit, fituesi i një edicioni të shtëpisë më të famshme dhe një nga përkrasit më të mëdhenj të Gjestit, gjatë rrugtimit në shtëpinë më të famshme, reagimi i këngëtarit nuk vënoi. Në një video të postuar në Instagram, Gjesti shfaqet duke pirë duhan, ndërsa në sfond dëgohet kënga e tij e titulluar Veshun Drequ. Edhe pse nuk ka dhënë një koment, mënyra e zgjedhur për të reaguar shihet si një përgjigje indirekte ndaj deklaratave të Anajtit, i cili tha ndër të tjera se Gjesti dikur hante duhan, para se ai të ndihmonte të ngrihej në karrierë, ndërsa shtoi se i ka siguruar dhe rrobat e finales Gjestit dhe babait të tij. Në postimin e mëparshëm, Anajti shprehej se kishte kontribuar maksimalisht për fitoren e Gjestit, përfshirë angazhimin në rrjetet sociale, organizimin e mbështetjes publike, madje dhe akomodimin e menaxherit të këngëtarit në Tiranë. Ai shtonte se pas gjithë këtij angazhimi nuk kishte marrë asnjë falënderim. Reagimi i Gjestit, edhe pse joi drejt për drejt, është parë nga ndjekësit si një përgjigje e ftohtë dhe ironike ndaj situatës. Me sa duket, Gjesti ka zgjedhur këtë mënyrë për të reaguar ndaj Anajtit. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.